me miliarda dollarë. Politika ndryshon në varësi të atij që është president. Kur ishte Bolsonaro, për shembull, Bolsonaro edhe Kolumbias, edhe Kolumbias. Bolsonaro është në burg, Lula është president. Megjithatë qëndrojmë paruar portin më madh të Amerikës Latine që sapo ndërtuan në. Prandaj thamë që Trumpi do ta pastrojë Amerikën kontinentin amerikan nga Kina dhe nga fuqitë e tjera. Mi aty të skallë faj. Këtu një reagim Ledion për këtë deklaratë fundit. Që ka një që deri më sot ne nuk kemi qenë asnjëherë. Këtu jemi te pika se duket sikur reagimi erdhi fiks në sinkron me emisionin. Luftën brenda NATO-s nuk e kemi parë asnjëherë më sot. Pra nuk e dim si funksionon. I ka ardhur afër Greqia me Turqinë, po ishte situatë kritike. Kjo ndoshta nuk do jetë luftë, por kjo do jetë dalje nga NATO. Po të shkojmë shumë vendet balltike, si sillen që NATO funksionon thonë ata. Do vi Polonia të luftoj për ne. Pra ka shumë vende që janë brenda NATO-s, të cilat nuk besojnë se NATO funksionon. Ke vende si Shqipëria që thonë ne kemi të garantuar për shkak NATO. Shqipëria e beson. Ke Kosovën një shtet të krijuar nga NATO. Sepse nuk jemi ndoshta që afër Kosovën një shtet të krijuar nga NATO. Më shumë se te NATO Shqipëria beson te Amerika në fakt. Te Amerika, po te Amerika edhe tek NATO, sepse është një lloj ombrelle shumë e madhe si jemi zyrtarisht NATO, kuptova. Kjo na vë, ne kemi Kosovën. Çfarë ndodhi me bazën e NATO-s në Kosovë? Kemi reagimin e presidentit Vučić që thotë dolëm nga rendi botror. Unë mendoj që mundësitë që Amerika të marrë këtë vit Groenlandën janë tek 90%. Sa? 90%. Pra duket që kanë qëllimi shumë i qartë. Nuk ka ndonjë shkencë të madhe për të marrë Groenlandën, mund të marrë qenes. Dje tha Trump, flasim pas 20 ditësh. S'ka çfarë marrë se ndërkohë bazat amerikane janë në Groenland. Dhe logjika e tij le të themi nuk është tërësisht prapa tu janë dhe kinezët. Nuk është tërësisht sa kinezët janë shumë pak. Është krejtësisht e parëndësishme Kina në Groenland. Groenlanda si Danimark është pjesë e NATO-s. Pra Amerikanët në Groenland sot dhe me marrëveshjen që kanë 51-shin me Amerikanët praktikisht mund të bëjnë çfarë duan. Pra baza e tyre mund të veprojnë në çfarëdo lloj mënyre bashkë me danezët. Dhe danezët asnjëherë nuk do i thonë jo amerikanëve nëse ngren avion, ulën avionët, kapin raketat dhe kështu me radhë. Trump nuk thotë, Trump thotë Groenlanda do bëhet pjesë e Amerikës. Logjika e tij në fakt nuk funksionon në praktikë, se praktikë de facto e kanë, pra si pjesë e NATO-s. Por fakti që mund ta marrin, ta aneksojnë drejt për drejt Groenlandën është vërtet që mund të hedhin në sepse bëhet fjalë për dy vende miq. Ka diçka tjetër që shtetet e reja, ose varet se si do të jetë Groenlanda pjesë e Amerikës, por shtetet e reja amerikane bëjnë pjesë, thuaç nëse vetë kërkojnë diçka të tillë. Pra, që të ketë një referendum. Logjika ka qenë, legjislatura ka qenë e tillë deri më sot. Pra një shtet, popullsia e shtetit kërkon të bëhet pjesë e Shtetit Bashkuara. Pra varet si mund të trajtojnë ata Groenlandën, mund të trajtojnë si shtet të Shtetit Bashkuar, mund të trajtojnë si Porto Rico, si një territor amerikan në këtë rast, por pa diskutim që jo vetëm do të fusin në krizë NATO-n, po mund të fusin në krizë dhe Bashkimin Evropian. Dhe para kur kanë botuar strategjinë kombëtare të Shtetit Bashkuara, Kirill Dmitrijev, këshilltari i Putinit, tha që tashmë Shtetet Bashkuara janë në një linjë mendimi me Moskën. Dhe linja mendimi me Moskën është i Bashkimi Evropian është një anakronizëm që nuk do të funksionojë, pa do kthehemi tek Europa e kombeve, dhe NATO është një organizëm që nuk mund të veprojë më sepse nuk ka më vlerë. Na iku pasaportë europiane. Me lirë lutem reagim nga ju. Jo, shumë interesant debati në studio, ndonë se jam plotësisht jo dakord me analizat që janë bërë në lidhje me të ardhmen e NATO-s apo ndërhyrjen e Shtetit Bashkuara. Jo më kot përmenda faktin që zoti Trump e tha e bëri të qartë që nga janari kaluar deri në shtator tetor munduar të negociojë një zgjidhje për çështjen e Venezuelës, sepse preferenca e tij nuk është asnjëherë një ndërhyrje ushtarake. Në fakt, preferenca çdo kompi nuk është ndërhyrje ushtarake, por është një zgjidhje temi në një moment një lloj deal, siç e thot ai, pra një lloj tregtie, një lloj marrëveshje që ai mund të bëjë me atë vend. Në lidhje me Grenlandën, ajo që është shumë e mundshme, është mundësia e një marrëveshje të re që mund të ketë me Danimarkën ose me një shtet të ri siç Danimarka e preu idenë e marrëveshjes. Ta nuk ka marrëveshje për Grenlandën. Jo, ka diçka tjetër, marrëveshja, nuk flas për një marrëveshje për një shtet i Grenlandës i përshket Amerikës, por flas për një marrëveshje ushtarake ku ndoshta edhe shtrirja e bazë amerikane, suvereniteti i bazë amerikane, të tjera zgjerime të tyre, edhe thjesht mos harrojmë se Groenlanda ka dhe rezerva nafte, përveç tjerave. Ka mineralet rralla. Dhe mineralet rralla. Te naftës, por është çështje gjeopolitike, mineralet e rralla, të cilat janë sigurisht të deklaruar, të padeklaruar, por që nuk është e qartë akoma. Sepse nuk është edhe këtu rreziku sigurisht kryesor nuk është vetëm Kina, por sigurisht edhe Rusia.
Kështu që unë thjesht në përgjithësi jam pak më gjak ftohtë në lidhje me të ardhmen e NATO-s, paktën për këtë vit dhe vitin tjetër. Sigurisht ku shoh gjithashtu edhe personat që rrethojnë zotin Trump, përfshirë këtu edhe zoti Rubio, I cili është pak më I qetë, do thoja unë, në lidhje me të ardhmen dhe më pro-evropian, do thoja unë, në lidhje me të ardhmen edhe të NATO-s. Unë do thoja nga sekretarët e shtetit, ndoshta pas James Beckerit, po dhe James Beckeri përkiste një epoke historike të rënies të murit Berlinit, të perdes sekut e tjere, pra një epokë tjetër historike, po unë do thoja pas James Becker, unë mendoj që Marco Rubio po krijon profilin e një sekretari shteti të pakonkurrueshëm në 3 dekadat e fundit. Nuk e di. Nuk e di nëse ka 0% pesh në vendimarrje. Ja, jo tamam, unë mendoj jam dakord me Medirin që Rubio e balancon presidentin Trump. Asnjë pesh. Dakord? Jo, keni plotësisht gabuar, gabisht analizë. Është krijuar ideja sikur Trumpi nuk dëgjon, po dëgjon shumë realisht. Zoti Rubio, ju lutem le të flasë, nuk jam në studio. Po, Medlir. Okej. Faleminderit. Atëherë, zoti Rubio është dhe këshilltari për National Security Council, pra këshilltari për sigurinë kombëtare të zotit Trump, është I pari që nga koha e zotit Kissinger, edhe sekretar shteti, pra I bën të dyja rolet. Ishte ai gjithashtu I cili komplet manovroi plotësisht zotin Musk, mos harrojmë që e nxorri ai pothuajse nga qeveria zotin Musk, sepse tha faleminderit një këshilltar I mirë, ne do të marrim vendimet tona në bazë të këshillave tuaja. Pra, jeni të kujdesshëm se zoti Rubio është një njeri I cili e luan lojën e Washingtonit me shumë delikatesë. Unë do thoja këtë, që nëse Venezuela nuk shkon ashtu siç duhet të shkojë, barra e humbjes dhe sfatës bie plotësisht pas zotit Rubio. Dhe ka shumë persona tjerë që janë duke pritur pas kujtave për zëvendësuar atë. Pra është një moment delikat për të ardhmen e tij politike zoti Rubio, por mos të themi që është pa peshë në aspektin e Këshillit Sigurisë, të sigurisë kombëtare, ashtu sikurse edhe të politikës së jashtme, unë do të thojë është do të ishte një analizë. Jam dakord me Dimër ju, të unë tash dhe vetë që është duket nga James Beckeri, duket që është sekretari I shtetit që realisht temi deri diku edhe e balancon temi replikat e ashpra, fjalorin e ashpër të zotit Trump, por edhe që vendos pikat mbi I në momente të caktuara. Mos harrojmë që dje ishte ai dhe vetëm ai që doli në gjithë mediat amerikane për të qartësuar dhe për të bërë disa hapa pas të asaj që kishte thënë zoti Trump një ditë më parë. Pra asnjë person tjetër nuk doli aty. E gjithë kjo për të thënë që suksesi I Venezuelës, nëse ka sukses Venezuela, ai ka dhe më shumë pushtet, por nëse ka një disfat, do t'i vihet barra plotësisht mbi shpatët e tij dhe ai pastaj nuk do të mbijetoj më shumë se 6 muaj nëse Venezuela nuk shkon aty ku duhet të shkojë, ashtu sikur ai mendon se do të shkojë. Po, Skënder. Më fal, fakti që ai ka dalë një ditë më vonë për të justifikuar ose për të marrë kthes nga ato që ka thënë zoti Trump, provon vetëm atë që unë thash, që nuk ka asnjë lloj influence në të gjitha marrëzirat që presidenti amerikan ka bërë deri tani dhe që vazhdon për fat keq të bëj. Rubio e ka të lidhur fati me Venezuelën, e ka dhe virtualisht me Groenlandën. Nëse ndodh diçka, atëherë ai nuk është më sekretari I shtetit që I menaxhon punët siç duhet dhe I zmuson si thosh qendrimet e ashpra, por thjesht është një noter siç janë të gjithë sekretarët, të gjithë ministrat e atij kabineti, kur ti shef mbledhjet e atij kabineti, me thënë drejtën, është për të ardhur keq pikpamja e idolatrisë që ka kriju Trump në tavolinë dhe mënyrën se si I drejtohen ministrat. Vështirësa vjen nga Marco Rubio. Do të bëjmë një dallim midis sjelljes publike dhe sjelljes private. Pra, nëse shikoni dhe marrëdhënien e zotit Trump me Zelenskin, pse kemi një përmirësim të asaj situate? Nuk është sepse është zoti Witkoff, por nëse vini re në atë diskutim të ashpër, më duket në prillin e kaluar, zoti Rubio nuk tha asgjë. Por pastaj pas kujtave ka pas debate, diskutime të thella të shumta dhe nëse ka pas një rrugë pas për Zelenskin, ka shkaq ka qenë për hir të ndikimit të zotit Rubio. Pa, mos të gjykojmë sjelljen publike në bazë ose sjelljen private në bazë të sjelljes publike. Mund të sjell një shembull. E keni parasysh atë momentin kur Trump flet te dera e avionit, është një burr me flokë të bardha në krah. Ai është senatori I Karolinës së Jugut,
i cili është një senator jo trumpist, madje në 2015 ai ka kërkuar përjashtimin e Trumpit. Lindsey Graham ka përjashtuar. Lindsey Graham. Varet sa muaj e ke parë. Varet nga muaj. Kam drejt me dyra apo jo? Varet ça video transmetohet. Varet ça video. Çfarë muaj? Varet ça muaj. Ça muaj? Varet ça muaj. Ai në janar të 2020-s doli kundër zotit. Se mund të gjesh dhe videot e Rubio's pastaj. Pastaj 6 muaj më pas doli